pa 2 pjesëshe, edhe është e prit një rezultat që për fat keq ai ka me konë rezultat lajmi keq për Kosovën. LDK është para kolapsit, para apokalipsës. Apokalips? Pse? Apokalipsi bie shkatërrohet. Po, para shurjes është sepse 2 forcat janë si të barabarta, po thuj. Nuk është një forcë e vogël që dësht me rrëzu një të madhe. Këto janë gati në nivel të njëjtë. A janë vetëm dy pozicione brenda lidhjes apo është edhe një treti ndërmjet? Ato e tretit janë seksera, këto që i bajnë fjalët i çojnë anek, ndryshe ata në fund marrin kahje. Ose ne cilën dushemën e përmend të tregoj ka shkon në fund. Po puna është ata janë edhe mirë, këtu luajnë në rol pozitiv në këtë rast, mund me pajtu diçka, me ofru. Po jo, kur çdo njerëz unë Lumirin ka shgënjy me deklarata. Ka shgënjy total, se kam prit, Lumirin e kam çmu shumë. Me i thonë këtij kryetarit Prishtinës, përparim Ramës, se kam kërkushi, ose që ka thonë, se ka njoft kërkush, unë e kam nuk thuën, nuk ka fjalor politika, nuk është fjalor për këtë vend. Është kryetari i partisë, është njeri që posinon pushtetin. Na duhet me mendu shumë mirë, qëtu në studio këtë vime, duhet me mendohme mirë se që flasëm, se lema të mash një pozitë kryetarit partisë ose edhe ma lartë. Pritet që janë 2 pozicione